Dhjetra qytetarë Ukrainas u mblodhën këtë të martë në qendër të Tiranës në shenjë sensibilizimi për 4 vjetorin e nisjes së luftës në Ukrainë. Me flamurin në duar, ata nderuan të rënat në luftë. Në këtë përfjetor, përfaqësues të institucioneve u mblodhën për të nderuar viktimat dhe për të riafirmuar solidaritetin me popullin ukrainas. Ne qëndrojmë fal një shoqërie që ka mësuar të mos tërhiqet përballë vështirësive njerëzore. Ukrainasit janë përgjigjur Rusisë. Mund të jemi pa dritë, pa ujë, pa ngrohje, por jemi pa ju. Kjo është zgjedhja e vetëdijshme e njerëzve të lirë për të zgjedhur pavarësinë dhe demokracinë. Dhe qëndrojmë sepse nuk jemi vetëm. I falenderoj sinqerisht të gjithë ata që kanë qëndruar me Ukrainën gjatë këtyre viteve. Mirënjohja ime veçantë shkon për qeverinë dhe popullin e Shqipërisë, partnerin tonë të besueshëm. Një vend që e njeh shumë mirë çmimin e lirisë dhe që nuk do të ndalet. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, u shpreh se Bashkimi Evropian kërkon me do e mos paqen mes dy vendeve. Pas 4 vitesh luftë, ne jemi të vendosur të sigurohemi që viti 2026 jetë viti kur agresioni kundër Ukrainës të marrë fund. Qëndrimi i Bashkimit Evropian është krejtësisht i qartë. Ne duam paqe në Ukrainë dhe duam që kjo paqe të zgjas. Paqja duhet të jetë e qëndrueshme, e besueshme dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e kartës së OKB-s. Nënkryetaria e Bashkisë, Anuela Ristani, shpreu edhe një herë mbështetjen e Tiranës ndaj popullit ukrainas. Jo vetëm Tirana, por kushdo që qëndron për drejtësinë, kushdo që qëndron për lirinë dhe kushdo që qëndron për dinjitetin njerëzor, sepse në fund të fundit kjo është arsyeja pse jemi këtu, jo vetëm për ne, por edhe për fëmijët tanë dhe mbi të gjitha për ata që do të vinë pas nesh. Prandaj në këtë ditë, ashtu si në të gjitha ditët gjatë këtyre 4 viteve të fundit, ne dëshirojmë të jemi këtu me të njëjtin vendim, me të njëjtin qëndrueshmëri dhe me të njëjtën mbështetje. Në kuadër të aktivitetit u hap edhe një ekspozitë fotografike me pamje nga vendngjarjet në Ukrainë. Fotografit paraqesin pasojat e sulmeve mbi qytete, infrastrukturë energjetike dhe objekte civile, por edhe qëndresën e popullit ukrainas në kushte të vështira.